sepse siç thash Ferizaj ka lindur si Ferizaj dhe nuk ka emër tjetër. Sigurisht se kam mbështetur një nismë të tillë dhe unë përgjigjoj nismëtarët e kësaj nisme të nënshkrimit të këtij peticioni nga ana e qytetarëve të komunës Ferizaj, sepse Ferizaj ka një vitlindje dhe vitlindja e Ferizajt është viti 1873. Dhe në vitlindjen e tij Ferizaj ka lindur si Ferizaj dhe nuk ka lindur me një emër ndryshe. Dhe emri ndryshe dhe emri slav ka ardhur pas administrimit të dhunshëm pas vitit 1912 dhe ka emrin praslav. Dhe sigurisht se pra e drejta e këtij peticioni buron nga vetë vitlindja e qytetit të Ferizajt. Prandaj është e padrejtë që Ferizaj të ketë dy emra, e aq patjetër një emër të vënë dhunshëm pas administrimit, respektivisht pas okupimit të Serbisë së asaj kohe. Ne do të bëjmë gjitha përpjekjet tona institucionale në fushë veprimtarinë dhe përgjegjësinë e kompetencës lokale që na takon, që të mbështesim këtë peticion në mënyrë që të realizohet e drejta e këtij peticioni, por edhe drejta e qytetarëve që do të jenë pjesë e këtij nënshkrimi të këtij peticioni, që po besoj që manifestojnë vullnetin e 100% të gjithë qytetarëve të Ferizajt, madje edhe të vetë Republikës, sepse siç thash Ferizaj ka lindur si Ferizaj dhe nuk ka emër tjetër. Sigurisht se do të jetë një proces i sfidueshëm, po në të njëjtën kohë ky proces është edhe thirrje për institucionet e nivelit qendror që nga Ferizaj të burojë edhe drejta e gjithë ndryshimit të legjislacionit dhe të një formimit të një komisioni, i cili do duhet të formohet nga Kuvendi i Republikës, sepse nuk ka kuptim që jemi tashmë në shekullin e dytë dhe deri sot nuk është ngritur asnjë komision për të ndryshuar gjitha toponimet në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ku ka shumë toponime slave, të cilat në fakt kanë ndodhur si rezultat i pushtimit serb dhe nuk e kanë autenticitetin e emrave që e kanë pasur si rezultati i kësaj dhune dhe si rezultati i këtij okupimi. Ferizaj i ka 109.255 banor, edhe ata të sapo lindurit, po të kishin mundësi do ta nënshkruanin. Pra është një unitet i plot i 110.000 banorëve të Ferizajt që ta nënshkruajnë, sepse është vënie e drejtësisë historike mbi emrin me cilin ka lindur qyteti i Ferizajt.